Ne ishim me fat, nëse më lejoni ta shpjegoj, që kishim Ibrahim Rugovën, pra Thaçi ka pasur pikpamje të tjera dhe ka ndjekur një kaos tjetër përgjigje. Unë nuk kam qenë personalisht atje dhe nuk e di çfarë ka ndodhur, por unë e di që ishte një situatë ku bëhej një kalim i UÇK-s nga një organizatë ushtarake dhe rezistence në një person që kërkonte të siguronte të ardhmen politike për veten e për vendin e tij të Kosovës. Ne ishim me fat, nëse më lejoni ta shpjegoj, që kishim Ibrahim Rugovën që priste dhe ishte një lëvizje politike që ishte e shtrirë në gjithë Kosovën në fakt kur kemi hyrë ne. Dhe kjo lëvizje politike u rishfaq me Partinë Liberal Demokratike të Kosovës dhe me Ibrahim Rugovën, si me sa më kujtohet. Pra, Thaçi ka pasur pikpamje të tjera dhe ka ndjekur një kaos tjetër. Por unë kam lexuar që ka pasur dhunë ndaj shqiptarëve në luginën e Preshevës. Që para fushatës ajrore nuk kam qenë në Kosovë, nuk e kam vizituar Kosovën. Ka qenë pjesë e Serbisë. Nuk mendoja se do më mirë prisnin atje. Kisha folur me generalet serb, sikur se ua thash, në fund të tetorit të 1998-s. Në 99-ën filluan fushatën ajrore, kështu që sigurisht që nuk do shkoja atje mes masakrës së Reçakut e fundit të fushatës ajrore. Nuk e di sa herë kam vizituar Kosovën pas fushatës ajrore. Ka pasur diskutime lidhur me këtë pikë. Më kujtohet që ambasadori Gallbard ka thirrur familjen Jashari, familje terroristësh. Por për këto u qortua nga udhëheqja amerikane dhe deklarata e tij u tërhoq dhe u korrigjua.